Është koha për intervistën e ditës. Në studio veçmë ka mbërritur zoti Mersel Bilali, analist politik dhe ish politikan. Zoti Bilali, mirë se erdhët. Ju prezentova si ish politikan sepse ju keni qenë në negociatat për marrëveshjen e Ohrit dhe shikuar nga perspektiva e sotme, a keni parashikuar kaq rezistencë të themi ndaj përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe? Shkurtimisht se pastaj do t'i trajtojmë çështjet një nga një. Realisht jo, sepse marrëveshja e Ohrit është miratu në rrethana kur dy palët janë shiqur me logjikën e tytave, pratarëve, dhe në atë ambient është shumë vështirë që të mund paragjikoni mendimin ose evoluimin e mendimit publik. Dhe megjithatë gjithëherë je optimist se mbas disa 10 viteve do të jetë gjithë kjo normale. Pra hapim debate, gjithmonë do hapim debatin e një. Kaluan shumë vite këtu ndoshta edhe kemi edhe pjesa shqiptare e cila nuk ka qenë prirë të angazhon ekspert permanenta për cilë fushën, të ndihmon mediumeve, por edhe organizatave qytetare të ndërton opinion publik, pra bindje për përmirësimin e marrëdhënieve etnike, duke përcaktuar komparacione që i kemi shumë shtetet evropiane, duke madje edhe në statusin e pakicave që ne jemi realisht shumë dishëm, ka pakica shumë të avancuar, ja pakica sërbe ne kemi në Kosovë. Ato e ndikun pra 4%, por gjuha e tyre është në gjithë teritorin e barabartë. Nësi shohim me drejta, ata janë shumë para. Pra, përmes klauzulës të diskriminimit pozitiv. Pra, ato mbrin të të kënë ndoshta ma shumë drejta se shumica në aspektin deklarativ, spaku. Pra, shumë shka këtu ka munguar për fat keq një kohë gjatë dhe në çështjet nuk janë trajtuar si duhet. Pjesa tjetër i ka konvenu status quo dhe ndryshimi i status quo ka qenë në favor të elementeve nacionaliste, cilët edhe sot i kemi prezent që janë lidhje me çështjen e përdorimit të gjuhës. Besoni se kjo që ndodh me gjuhën shqipe, me heqjen e balancuesit, jemi në pritje të ligjit për përfaqësimin, ndarjen e buxhetit, është pasojë mospasjes vullnetit politik tek pala maqedonese që ta zbatoi kushtetutën dhe të drejtat e shqiptarëve. Në kodin mental, veçanërisht të VMRO, DPMN-s, është nacionalizmi, ai ushqim kryesor pra e ka nacionalizm veçanërisht shqiptar, pra ndaj shqiptarëve, dhe ja tash për shembull gjithkohë nëse kampanjën e fokusonin segmente e rrezikimit të shtetit nga një pjesë e populacionit, pjesë e juja, në vend që ta trajtoni organizmin tuaj, ju e trajtoni një kancer të shtetit tuaj, pra e satanizoni, pra krijoni armiqësi ndaj një popullate tërë për shkak të supozojmë çështjeve partijake ndryshme ose krimit organizuar, i cili realisht është edhe në pjesën tjetër maqedonese, e cila për fat keq është mirë që ai mos është as pjesën maqedonese shqiptare. Pra ne jemi realisht me një situatë të tanishme e cila na obligon, na imponon të humbim energjin për çështje trafiale, pra vend kruciale, zhvillimi ekonomik të Maqedonisë është në temë që diskutohet. Bile dhe barabarësia, nëse bisedojmë segmente e barabarësisë, sa i përket të analizojmë zonat e lira industriale, ka të punësuar dikun 45.000, pra është fjala për kompanitë huaja të cilat me status veçantë, pra investojnë në Maqedoninë, dhe kanë edhe shumica prej tyre subvencione nga buxheti shtetëror. Buxheti është i gjithë qytetarëve. Llogaritën se shqiptarë janë të punësuar, tu ndoshta edhe faji vetë shqiptarëve që janë të interesuar dhe kanë hek mane për vite. Pra, nga 45.000 të punësuar në zonat e lira industriale, vetëm 1.8% janë shqiptare, dhe atë pjesa e Tetovës e Learit, e cila edhe në vetëm Learit në 70%, pra të tjerë ku se vetëm 30%, ma pak se 30% shqiptare, pra a çështje kyçe është kjo cilët ekonomia, dhe pse ndodh kjo që vazhdimisht aktualizohen këto tema, dhe pse pushteti vazhdimisht kur dëshiron apo kur ka në plan cungimin e drejtave shqiptarëve i adresohet Venecias. Pse ndodh kjo?
Kemi rastin konkret me ligjin e gjuhëve, kemi rastin konkret me balancuesin. Ligji për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat që zavendësimi është i balanserit është dërguar pa u miratuar në Komisionin e Venecias. Asnjëherë nuk ka ndodhur as për Moldovën, as për Estoninë, as për asnjë shtet tjetër nuk ka ndodhur. Çka ka Komisioni i Venedikut fundja për që trajton një ligj pa u miratuar. Fundja, në Komisionin e Venedikut, zakonisht komisioni ekziston si trup konsultativ i Këshillit të Europës për të trajtuar dinamikat e modernizimit dhe avancimit të aspektit ligjor, normativ, dhe mandej çështja e implementimit konkret tyre në një segment tjetër, pra nuk e tangon grupin e ekspertëve. Pra, ne kemi feshitizu Komisionin e Venedikut, veç që turpërohemi që lipim ndihmë nga Komisioni i Venedikut si organ konsultativ ku antarët zgjidhen nga qeverit. Për fal zoti, ekspertët perëndimor zgjidhen nga qeverit, por rend pak kaloj filterat shkencore, shifet se sa ato në Skopus ka botime. Pra, asnjë parti nuk vjen shpreh. Kurse te ne për shembull kemi pas mos I përmend emrat kolegë dhe kolegesh, të cilët mund të them se të rangu deri në fund marginal kanë marrë pjesë Komisionin e Venedikut. Pse lejojnë partitë tona një gjë të tillë? Kemi pushtetin e kaluar e kemi pushtetin e tanishëm. Se duhet partitë shqiptare ta lejojnë këtë? Po, unë mendoj se ato edhe vetë ta dërgojnë si me ligjin e gjuhëve. Unë mendoj se ato edhe nuk kanë pas në kod mendor atë çështje. Nuk kanë pa që dëni politikanë shqiptarë këtë bisedu se ajtë të bisedon një ekspert. Mirë, ta çojmë pra që njeh gjuhën dhe të branshit të lamis caktuar ta dërgojmë atje. Edhe pse tash momentalisht Komisioni i Venedikut ka të bëjë më shumë me do shtete akoma të marginalizuara. Për shembull siç është Dhe së shpejti kemi edhe seancën përgatitore për ligjin për përdorimin e gjuhëve të gjykatës kushtetuese, në cilën merrni pjesë edhe ju besoj në qershor. Jo, desha them, për shembull siç marri pjesë Moldavia, e cila ka një standard shumë më të ulët, për shembull Abazia, pra vendet cilët rreth detit të zi, cilët akoma kanë një sistem patriarkal të vjetër dhe ato duhet civilizohen. Duke përfshi Azerbejxhani, pra gjithë shtete për Maqedoninë duhet të jetë ajo e kaluar e largët, e jo t'i kthehemi definitivisht pra vendeve të cilët për fat keq I numërova që janë në margjinat e Unionit Evropian. Pra, edhe të Këshillit të Europës, pra një organ I cili është për çështjen e zhvillimit të demokracisë, sidomos aspektit normativ këtë drejtim. Dhe përmenda pak më parë se shpejti është seanca përgatitore gjykatës kushtetuese për ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe në prag të kësaj seance gjykata kushtetuese kërkoi mendim për standardet ndërkombëtare dhe europiane për gjuhët e pakicave. Është tendencë institucionale të themi që shqiptarët këtu tek ne të trajtohen si pakicë? Mirë, okej, ato, për shumë atë konvent ne kemi nënshkru, për pakicët që në kuadrët të Këshillit të Evropës, por nuk e kemi ratifiku. Për shumë kemi kartën evropiane për vetë qeverisje lokale, okej. Por, t'i kthemi një realitet, pa dallim, bëjmë një ndamjes skajshme, pakica ose bashkësi etnike kështu me radhë. Me rëndësi ta shohim përbërjen, esencën e problemit. Pra, esenca e problemit qëndron atë se nëse e lexojmë mirë, në një shtatë të kushtetutës, ose siç ngllapa amandmani 5, por në një shtatë në tekstin e pastruar pra të kushtetutës thuhet shumë. Në gjithë territorin e Republikës Maqedonisë Veriut, pra dhe në përdorim të jashtëm ndërkombëtar, gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe shkrimi I saj qirilik. Pik. Pra pasuesi poshtë thot gjuhë tjetër zyrtare, pra nuk besoj për gjuhët përkthyer që këtu në studio të ju e kam dëgjuar, pra, gjuhë tjetër zyrtare në Republikën Veriore të Maqedonisë Veriut, në përdorim është edhe gjuha e cila flitet nga një bashkësi spaku 20% dhe shkrimi I saj siç vijon. Pra siç vijon. Edhe madje numëro disa pika me qeverisje lokale, numëro dokumente personale dhe mbrim në pikën 5 që për mua kruciale. Pika 5 thotë kështu. Gjuhë tjetër zyrtare post gjuhës maqedonase
mund të përdoret, pra fjala këtu kemi pas një polemik serioze me presidenten e tashme. Bile edhe derisa ishte presidente, e potencova ishte me një emision ke vetëm intervju nga ke goce. Dhe ajo potencoj. Pra, gjuhë tjetër, për ndryshe nga gjuha maqedonase, pra në organet shtetërore mund të përdoret. Edhe ai tha, mbasi mundet, ose është obligueshme. Pra nuk, ajo asesi nuk mban, sepse edhe standardet europiane në kuptojnë interpretim afirmativ, qose para fjala mund, ajo është e obligueshme, do më thë duhet, unë e kësha lexuar duhet dhe çdo ekspert duhet. Ai mund është bërë sepse është shkru marrëveshja në rrethana ku është bërë luftë mes dy bashkësive etnike dhe që të relaksohet teksti dhe punë të kalon ma shumë procedurë, ma lehtë në procedurat e kuvendore, për atë qëllim edhe bë. Por interpretimi i saj, kuptimi restriktiv për mua absurd, sidomos për presidentin cila edhe ashtu është eksperte dhe ka marrë pjesë në Këshillin e Evropës, trupin konsultativ saj, pra në Komisionin e Venedikut. Pra ligji është i qartë. Jo, edhe diçka duhet të sqaroj. Nëse lexojmë mirë, edhe nëse lexojmë parimin, që është shumë i rëndësishme se në kushtetutat moderne, çdo gjë është e lejuar për segmentin e drejtave njerëzit. Përveç nëse shprehimish është ndaluar. Pra çdo gjë është e lejuar. Përveç nëse shprehimish në këtë interpretim. Pra çdo ekspert ta marrë perëndimor, do ta nxjerrë se maqedonia mund të jetë dëgjuesore. Bile gjuha shqipe mund të bëhet edhe strumicë. Pse? Ai një shembull konkret që ne kemi filluar. Në Kosova, romët dhe turqit nuk janë më shumë se 10%. A duhet 20% që të përdoret gjuha e tyre dhe simbolet e tyre kombëtare. Duhet 20%. Po ja përdoret. Pra pse nuk thot dikush se kjo shkelje e ligjit? Nuk është shkelje e ligjit, sepse ne japim ne shohim vetëm kufin e fundit në cilin nuk mund shkojmë, kufin e ulët, larg mund shkojmë sa të dëshirojmë. Në këtë logjikë ne mund edhe gjuha shqipe të jetë zyrtare në gjithë territorin e. Besoj një qëndrim të tillë të ngjashëm do mbani edhe në seancën përgatitore. Me siguri po. Po, apo dështon edhe diçka tjetër nga ajo që me siguri shumë elemente që mendoj komparative, cilët nga ekspert ndryshëm i kam dhe nuk dëshiroj t'i prezantoj tash, dua aty t'i prezantoj, por esencën e problemit do ta nxjerr se gjuha shqipe veç asaj që dikush drejton ta marginalizon si gjuhë e pakicës, madje edhe atë e redukon dukshëm në segmente ndryshme. Realisht një gjuhë e dytë zyrtare me kapacitet plot në logjikën edhe të kushtetuese ekzistuese, edhe në logjikën e Komisionit të Venedikut, edhe të Këshillit të Evropës. Dhe mendoni se do ketë qasje të drejtë nga gjykata kushtetuese ndaj gjuhës shqipe? Kene është, nuk e di, mund dikush ta zbërthejnë atë, sepse ju mund parashikoni çdo person përveç një person dehur, një person budallar, një person paditur, një person nacionalist, pra nuk dëshiroj të hyj se nuk e kam kodin mental tyre se çka mund bëjnë ato. Ato kanë një strategji dikuj që përmbrapa i mentoron, por unë mendoj se vetë ajo seancë do t'i jep një kahje tjetër dhe spaku do t'i bë një bremës, pra një ndalje të një ofit të marginalizimit të pozicioneve, edhe gjuhës shqipe, por edhe shqiptarëve në tanësim. Të mos harrojmë se edhe çështja e punësimit tash me arsyetim se mungo ka balancim. Ska ligj përfaqësimit gati, mungon balancuesi? Po, por nuk dërgohet ligji pa u miratuar. Dhe kemi një hapësirë, pra një vjeçare, cilën askush nuk e kontrollon. Nëse i shohim punësimet, do dalë një situatë katastrofale. Zoti Bilali, faleminderit shumë që ishit sonte në Alsat.